rritja është e pashmangshme për shkak të kosteve që kanë ndodhur. Rafërsisht për so? Parafesisht 15% pritet të rritet. Maksimumi do të më kon 15 prill kur do të marr vendim. Kur kesko si kostit kanë kërku me i rrit hyrat për vitin 2025, i kanë kërku zërez, aja u keni miratu këto kërkesa? Raporti është, nëse s'besoj, nëse nuk vënohem shumë, sot raporti pritet me dalë në konsultim publik, i ftoj piktuhit, gjitha bizneset, sa ty shkun edhe për deregullim, gjitha bizneset, çdo palë që është me interes në këtë proces, mi lexu këto raporte. Mirë, çka thot raporti? Mi dhon shqetësimet e tyre. Për sa përqen rritën tarifat, sepse po e dim që duhet, na jemi përgadit, publiku jena përgadit qytetarë, konsumatorë që kanë murit çmimi rrymës, për sa? Rritja është e pashmangshme për shkak të kosteve që kanë ndodhur. Rafërsisht për sa? Parafesisht 15% pritet të rritet. 15% pritet të rrit. Cili është arsyetimi për të rritur shumë e rëndësi publikut? Shkurt, spjegoja pse duhet mu rritë? Janë dy shkaktorë kryesorë cilët e kanë pru këtë kosta. Është mungesa gjenerimi që ka qenë në vend, edhe burimet e përtishme ka pos mungesë gjenerimit edhe çmimet e importit. Këto kanë shkaktuar rritjen e çmimit. 2 javë ditë është konsultimi publik. Brenda këtyre 2 javëve u ftoj krejt kushdo që ka ekspertizë, që mundet me lexu raportet tona, që mundet me komentu raportet tona, e që mundet me dhonë vlerësim ose kundër argumentet e na janë të ftun brenda 2 javë. Mirë, po me 1 prill ka me nis. Mas 2 javë, deri me datën 28, nëse e publikojmë sot, deri me datën 28 do të jetë konsultimi publik. Do ta shikojmë edhe na kohën e mjaftueshme si profesionist që jemi brenda zyrë me po se çfarë argumente ose kundër argumente kemi marrë prej palëve të interesit, mi shqyrtu ato dhe pastaj me vlerësu një raportin që në fund mi u propozu bordit zyrës rregullatorit për energji për aprovim. Po kjo nuk mundet me shku më shumë se ose më larg se 10 prill, maksimumi do të më kon 15 prill kur do të marr vendim.